Zotëria Radinaj, a ka vijat kuqe edhe pas procesit zgjedhor për Albin Kurtin? Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Tani, nëse kemi qenë kundër Kurtit 3 dhe kundër Kurtit 4, jemi se s'mu i me ndryshu. Ideja jonë për me partneritet me nishmen, ka pas faktin se një palë gjithë për para, në që nisma se kish kalu pragun, ato vota ju shpërndajnë partive tjera dhe përfitoj mas shumë t'i VV. Ideja jonë ishte pra me ndimu shumicën opozitare, jo veten në këtë rast aleancën, po me ndimu opozitës. Edhe pse ndodhja që ndodhi me nishmen, për fat mirë, nishma nuk e konkretizoj atë, ose nuk ndodhja që u supozu që po ndodh, ose edhe ma mirë nishma mbet e hapur edhe për opozitën. Pra nuk është fajt aleancat e nishma që s'po bëhet qeveria opozitës fatkesisht, se sikur të tishtë edhe ne do të zgjidhshim atë fajt. Në rastin e zgjedhjeve të ardhshme, ne do të shkojmë vetëm në zgjedhje, pra nuk parashojmë koalicione me asken, aleanca shkon që aleancë. Edhe jemi këtu, jemi në punë, nuk dojmë edhe në fjalë të ma shumë, po besoni, s'ka nevojë me na bëjë detin kërkush ne, jemi njerëz bukur serioz, ne kemi yll tani për parti po flash, jo veç për kandidat përkëtar, 87.500 vota të partish, jo të kryetarëve, të partish, vota të aleancës, 87.500 e disa vota. Pra ta ju thashtë, në 70.000 aleancë nuk e nëzanë asë një situatë, ne kemë bëhat e koalicion. Si ka operu Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës më mirë në zgjedhje lokale? Nuk e gjdoher kalon kështu, po vota e partisë, se nuk po flash për votën për kandidat për kryetar që vërtet janë shembull i mirë i qeverisjes, Bali Muarema, Ismail Latifi, Ardian Gjini, Bashkim Ramosha, Zenun Elezi, janë vërtet model qeverisjes, po edhe për asambleje po flash. Për shumë ne kemi 10.000 vota në Prishtinë për asambleje, ju lutna, 10.000 vota për asambleje. Nuk janë veç për kandidatin për kryetar, pra aleanca ka vot bazë dhe vetën, për me, jo veç me konë serioze në zgjedhjet që vinë, po me konë edhe një partner kredibili i kujdoj që e vlerëson. Po, me gjithate, zgjedhjet do të vinë, ato kanë mendohë shpejt, edhe do t'i shohim rezultatet, po kemi edhe njëre përsëris vot e partisë, 87.500 vot. Ti mundesh me marrë votën e partisë, edhe të partive tjera, ta zomë, nuk po du me thonë të kuj, edhe shet diferencën në këte, që kalimi i pragut për aleancën nuk ka qenë në jetë tema, nuk është ashtash, po ka qenë ideja me shtue numrat e opozitës, edhe une shpeshoj që opozita, pra në këtë rast partitë e dedjeshme në opozitë, LDK, PDK, AK, nuk do të lojnë ashkënd pa e përfshi, ne do të shkojmë vetëm, po nuk është me lonë partitë vogla që garojnë vetë. Po, dhe me thonë që një anë fitim e partive do të me marë nismen, sepse partitë vogla që garojnë vetë, s'ka tjetër më aty. Jo vetëm nismen. Se që se garojnë edhe gudzë, koshtonetet PSD-ja nëse e. Po mund dalin edhe lista të reja, iniciativa të reja. Iniciativa e Ramiz Ladrovcit. Nëse dalin, është mirë dikush me i përfshi, me i marë me vete, me bu koalicion me to. Ne nuk kemi interesim për koalicione, pra shkojmë vetëm si aleancë kësa jere. Zotëria Radinaj, a ka vijat kuqe edhe pas procesit zgjedhor për Albin Kurtin? Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Tani, nëse kemi qenë kundër Kurtit 3 dhe kundër Kurtit 4, jemi se s'mu i me ndryshu, pra kjo së ndryshon. A dim se po pës, duke i pa aleancat në nivele lokale? Tani, është shumë interesant kjo se njështë përjarojnë pej vite më vite. Ne kemi vendim tonin të Këshillit Përgjithshëm të vitit 2009, që koalicionet lokale i bën nivelli lokali aleancës. Pa nuk është na po bujmë sot kështu, as para 4 vjetë, po nga 2009, 16 vjetë, është ky zhvillim. Pse? Tani, unë e di që i kom kontribue një ballafaqimi të Kurtit, të qeverisht ti, edhe dini vlerësimin tim, edhe këtë që i kom thanë, edhe që i kom bërë.